diskutojmë për të gjitha këto zhvillime. Zotri Burjani, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kemi përfundimin e afatit për regjistrim nga KQZ, partitë të cilat janë regjistruar, por edhe koalicione parazgjedhore. Në fakt është vetëm se kemi koalicionin e parë që është në kuadër të lëvizjes vendosje, që kemi pra me tri partitë të tjera politike, që është Partia Guzo, Partia Alternativa dhe PSHDK-n. Si ka qenë i pritshëm nga ana juaj një koalicion i tillë parazgjedhor? Po natyrisht ka qenë i pritshëm nga ana ime që vendosja do të ketë koalicion me këto subjekte politike. Të them të drejtën, lëvizja me vendosje nuk mund të fitoj shumë për këtyre partive politike të cilat është në koalicion. Ishte edhe në zgjedhjet e fundit, domethënë, prandaj në zgjedhjet e parafundit. Do të thotë, prandaj nuk shoh kurrë ndryshimi diçka tepër pozitiv këtë temë. Nuk qas në rezultat në i farë që mujnë me sjell në i dobi dhe të lista Guzo apo Alternativa. Unë mendoj që Albini apo lëvizja vendosje vetëm po jap bakshisha zhurtën popullore për këto subjekte politike, sepse fitim nuk ka lëvizja vendosje për këtyre subjekte politike, për shkak se nuk kanë elektorat të vetin dhe nuk e kanë spruar vetën asnjëherë vetëm në zgjedhje, domethënë nacionale, po më se disa prej tyre kanë marrë pjesë në zgjedhje lokale. Dhe aty nuk e ndohë kush e disa mirë, ose kanë bërë kur gjogati, se po thujtë në zgjedhjet lokale s'kanë mujtë me nxo në i farë pozita apo vende, s'kanë mujtë asullë se shumë me nxo në disa komune, prandaj nuk po besoj që ka diçka në nivelin nacional apo fiton zoti Kurti në nivel nacional për këtyre subjekte politike. Është thjesht mi mbaj këto si subjekte politike aty, dhe kur që kërkojna, normal që zoti Kurti ka dyje Mimoza Kustari për një kosa, sidomos eksperjenca e saj në zhvillimet politike parlamentare, dhe atë ka shfrytzu si politikone me hershme, si njeri pak me përvojë, me krahasu me njerëz të vetë që ka pas shumë njerëz pa përvojë, domethënë në zgjedhjet e kaluara, sidomos në udhëheqjen e grupeve parlamentare, të grupit parlamentar PS, prandaj ka marrë një kohë, tash lista Guzo më pothuajse nuk ekziston fare. Ajo është vetëm sa përshkrye faqe dhe për dhënë domethënë për fitu pozita koti aty. Megjithatë kjo është çështje e Kurtit, unë e kam thënë dhe po përsëris edhe një zoti Kurti kurrë nuk fiton apo asgjë nuk fiton nga këto dy subjekte politike të cilat janë më tepër formale të regjistruara dhe kurrë s'ka as më tepër as më shumë. Ky koalicion nuk pritet të fitojë diçka më shumë se sa që ka fituar ose mendon që do të fitojë më shumë në këto zgjedhje. Por po japin një prognostimin të shkurtër këtë temë se ndryshimi i rezultatit në zgjedhjet e jashtëzakonshme mund të ndodhë në 3 opsione. Opsioni i parë 3 deri në 5% ndrim, apo ndryshim të lëvizjes së vendosjes. Opsioni i dytë mund të jetë 5%, domethënë kemi një problem të shkurtër teknik, besoj. Mund të jetë lëvizja e vendosjes 10% që nuk mund të pritet, jo. Zoti Burjani, besoj po na dëgjoni, kemi një problem të vogël teknik, besoj që do të rregullohet mirë. Tani ju kemi në rregull, mund vazhdoni me analizën tuaj. Mendoj që nuk do të ketë do të rritje lëvizjeve vendosje, por mund të ketë vetëm rënje. Parashikimet e mia janë që mund të ketë rënje 3 deri në 5% lëvizjeve vendosje. Ky koalicion që përmendet më herët nuk kanë ndaj farë peshe të rëndësishme për rritjen e votës së VV-s. Pra, defekti më i madh apo dëmi më i madh që është bërë lëvizjes vendosje është mosmarrveshjet me zonën Osmani, domethënë. Ky është gabim shumë i madh strategjik, gabim shumë i rëndë strategjik që ka bërë zoti Kurti, do thotë lojën me zonën Osmanin, prandaj unë mendoj që lëvizja vendosje kësaj herë do ketë rënje. Pra, sa do të jetë rënja sipas mendimit tim mund të jetë deri në 5%, ndërsa opsionet e tjera mund të jenë domethënë që deri në 10% mirë, pa 10% që nuk do të ndodhë, se besoj, por 5% mund të ketë rënje. Pra nuk shoh kur farë ndryshime as në fushatën që do ta bëjë, do thotë lëvizja vendosje, do të ketë as i fushate që ka pas edhe më herët, do të ketë më tepër fajsim të opozitës dhe do t'i quajnë me emra të ndryshëm, domethënë. Unë mendoj që tash lëvizja vendosje ka bërë një fjalor politik për opozitën, duke i thënë bllokadera ose bllokues të proceseve, pra pishuin bllokues. Në anën tjetër opozita ata pishuin bllokues. Domethënë kemi të bëjmë me dy partë, edhe me opozitën dhe pozitën që janë të dytë bllokues në qeverisjen e shtetit.
Edhe po kem probleme të mëdha të theksuar dhe jo stabilitet politik, ekonomik, social, shëndetësor dhe jo stabilitet edhe për të hyrë në marrëdhënie ndërkombëtare me shtete tjera, për marrëveshjeve dhe për të pasur një funksionalitet normal të shtetit. Pra unë mendoj që kësaj hoj nuk pritet diçka ndryshimi i madh, por se LDK mund të ketë rritje natyrisht në këtë situatë, në pres që rritja LDK-s jetë minimum 5 dhe maksimum 7%, tamam 5 deri në 7% mendoj që LDK do të rritet. Pra do t'i ketë dikon LDK sipas mendimit tim, sipas parashikimeve, sipas analizave të mia dikon domon 18-19% nuk shkon më shumë LDK-ja. Por shohim me ndore ka këtë punë elektorati i vendit, domon ata di mas mirti, domon sovrani di mas mirti apo populli se si do të votojë. Por mos harrojmë se dikush do të mund të shku kësaj here. Edhe kësaj here gjasta që mund të shku vetëvendosja për shkak se nuk ka qenë fleksibile dhe nuk i ka zgjidhur problemet që është prit nga qytetari. Është prit nga qytetari që të zgjedhet presidenti i vendit dhe shteti që ka përpara në funksionalitet dhe mos ketë stagnim dhe jo stabilitet institucional. Mirë, po këtë nuk e bëri, domethënë lëvizja vetëvendosje dhe nuk i ka punë mirë për mendimin tim. Lëvizja vetëvendosje mund të ndeshkohet politikisht, ndërsa çka kalkulon vetëvendosja është me marrë do votat diasporës sërish, po jo ato që i kishte, domthonë numerikisht më shumë, po mundet me ndo për gjys që ato vota, dhe nëse Aleanca për Admerinë e Kosovës nuk e kalon, domthonë pragun, ka gjasa që këto komuna që Aleanca i ka, domthonë në pushtetin lokal i udhëheqshëm, ato vota me shku domthonë te Albin Kurti, dhe nëse shkojnë votat e Aleancës përkatësisht votat e qytetarëve të Aleancës që nuk votojnë për Aleancën, shkojnë te VV-ja, atëherë mund të apresim të rishë një rezultat gati të ngjajshëm ata që ishte erën e fundit. Po të shohëm se do të zhvillohet kjo gjendje apo kjo situatë, pra mund të jetë e komplikuar, po nëse bjen të pejlojes Aleanca, atëherë me siguri lëvizja e vendosjes do të ketë fitim për kësaj pune dhe diçka për LDK-ja, por jo edhe LDK-ja, po fitues të vota vendohet. Pra, Aleanca mendoni që mund rrezikon kalimin e pragut. Në këto zgjedhje kemi parë që po rikthehet edhe PSD, mendoni që ka mundësi, domethënë ka potencial për të kaluar pragun në këto zgjedhje? Po nuk mendoj që PSD mund të ketë se ndonjë çast për të kaluar pragun. Madje mendoj që PSD-ja dosh me mendu për koalicion me dikënd, edhe pse kanë shumë vështirë me arrit marrëveshje me dikënd, ata edhe marrët kanë pas një marrëveshje me Aleancën, siç e dini, dhe ajo ka dështuar. Në ato zgjedhje ka dështuar komplet, domethënë PSD-ja, dhe nuk e besoj më që ka pas ndonjë farë rëndësie ky as me fol për koalicion me Aleancën, tashmë edhe kjo punë ka përfunduar krejt. Mirë, po gjasat janë shumë të vogla te PSD-s, por tash po provojnë fatin që shtojnë, po provojnë fatin, ta shohim se si do të sillet elektorati ndaj PSD-s. Pra Kosova po ka probleme për alternativa politike, pra s'ka alternativa tjera politike për këtyre që i shohim na dhe i kemi pa gjatë krejt kohës, dhe jemi në rrezik të madh se kemi një destabilitet të elektoratit kena me pas, domethënë një destabilitet të elektoratit. Dhe na kena me vazhdu përsëri me problemet e njëjta, domethënë me zvarritjet e zgjedhjes së presidentit të shtetit, pra problemi i madh është me zgjedhjen e presidentit dhe kush më kanë më bë. Shohim që është puna është shumë e keqe, situata shumë është e keqe dhe e rëndë, sepse edhe në këtë fazë, na që kemi pritë që ka me pas koalicione, VV-ja dash me realizu një marrëveshje me Lidhjen Demokratike e Kosovës për punën e presidentit, se ka mujt me bë këto, dhe s'ka pas nevojë me him fushat tjetër përkatësisht me bë koalicion, por me bë një marrëveshje të përbashkët me LDK-n, që në rast se domon pas shpalljes së rezultateve përkatësisht është atëherë të konkretizohet kjo marrëveshje. Pra ka mujt me pas marrëveshje para prake midis lëvizjes dhe vendosjes dhe LDK-s për të arritur qëllimet që po dihet me zgjedhjen e presidentit dhe një koalicion. Unë mendoj që nuk është vona e mund të ndodhë në fazën pas zgjedhore, pra normal që është e mundshme të ndodhë edhe në fazën pas zgjedhore, mirë, po më mirë kon me dinë qytetarit që LDK dhe vetëvendosja ka një marrëveshje para prake që me zgjedh presidentin dhe shteti me ecë përpara dhe me funksionuar dhe qeveria edhe presidenca me funksionuar dhe shtetin e tërësi. Pra, këto janë ato çështje të cilat do shti mendoj të lëvizja vetëvendosje me LDK.
Pra, në fakt po parashikoni pra një rritje të LDK-s, kjo me rikthimin e Vjosa Osmanit në këtë parti. Në fakt patëm ditën e djeshme këtu në Rreth e Rrotull edhe një bisedë me zonjën Gazheri, e cila deklaroi që Vjosa po kthehet pra në rrënjët e saj. Dhe ka pasur pra mjaft shumë zëra që shumë prej degëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk kanë përkrahur rikthimin e zonjës Osmani në këtë parti, por që tashmë deklarimet e fundit duket që ka një përkrahje më të madhe dhe një mobilizim brenda kësaj partie, por nëse e analizojmë në këtë këndvështrim, shohim pra kemi pasur edhe një situatë të temi çuditshme kushtimisht në Prishtinë, ku kemi parë pra një vendim nga ana e kryetarit të Prishtinës përpara Emy Rama për koalicion me PDK-n, pa një vendim pra që nuk është përkrahur në fakt nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Mund ta dëmtojnë Lidhja Demokratike të Kosovës këto zhvillime brenda Prishtinës, brenda komunës së Prishtinës? Unë mendoj që s'ka pas nevojë me ndodhë kjo fare. Përpara Emy Rama nuk o dosh me bua këtë punë fare kështu. Dhe o dosh me pas në unifikim ose një qëndrim të përbashkët me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ai ma pak e njën vetën si LDK, dhe më thonë po e njën ma ti përsi profesionist vetën, ajo është hynë e politikë me qëllimet veta ma tepër personale se sa edhe ato natyrisht edhe profesionale për shkak të punës që ka bërë dhe afërsinë që ka pas me Lidhjen Demokratike të Kosovës, kur nuk o kon fare kandidati i tyre për zgjedhje. Dhe që ato raporte dosh me rujt, zoti Rama. Për parimi dosh me rujt të raporte dhe mas me boksisane, kësi zgjara, se normal që mundet me ndodhë diçka dhe në nivelli nacional dhe ma me pas disa, por nuk besoj që ka me pas pasuja në nivel nacional në këtë temë, por se ka me pas pasuja në nivelin lokal, dhe ka me pas një përqarje që dhe mos të asamblejisat e LDK-s në kuvendin e komunalt e Prishtinës, pra mundet me pas dallime, diferenca në mënyrën të menduarit të zgjidhjes së problemeve në komunën e Prishtinës, apo edhe me mos pajtime që nuk ja pranojnë ndoshta asnjëherë s'kam ja pranu këto ndryshime që ka bërë këtë koalicion me PDK-n në nivel komunal, do të nuk e besoj që do t'ja pranojnë do të as asamblejisat e LDK-s këtë qëndrim apo këtë vendim. Ndërsa sa për këtë zonjës Osmani, unë mendoj që zonja Osmani mund të ketë rol kryesor në fushatën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra me i prikë kësaj fushate, ka mjaft informacione të cilat mund ta ndihmojnë domethënë këtë fushat të LDK-s të jetë përfituese sa më e madhe e votuesve Lidhja Demokratike e Kosovës, përfitoj sa më shumë qytetarë për veti dhe sa më shumë votues. Unë po mendoj që me këtë procesi strategjik elektoral duhet me uvazu domethënë me Vjosa Osmanin. Për shkak se edhe zoti Abdilgjiki pak po shtirë, që shtojnë gjuhë popullore, pak po konsumu në shumë tema televizive, sidomos në debate televizive, prandaj mendoj që Vjosa mund të ketë një freski e mirë për më organizu një fushat pak më ndryshe LDK-ja në nivel nacional, dhe mi pri Vjosa këtij ndryshimi, domethënë përkatësh kësaj fushate. Pra është më rëndësishme që Vjosa mi pri, edhe të shpresojmë që LDK ka me pas strategji që e cila mbështet Vjosa Osmanin, domethënë përballë Kurtit, sepse tashti këta dy duken si janë rivalet më të mëdhenj në këtë zgjedhje, domethënë. Vjosa Osmani që ishte pjesë integrale e politikës së zotit Kurti për vitesh dhe në anën tjetër tashmë nuk është dhe mund të jetë një rivalitet i madh mes tyre, sidomos në fushata do të vrehet. Po shpresoj që LDK ka bënë strategji për këtë punë, sepse pa një strategji të caktuar nuk do të mundet me shku vetëm me fjalë të marrë boshe, që shumë kam pasur me thonë vetëm kritika, mirë po do të me pas edhe diçka tjetër në këtë fushat, do me thonë përveç kritikave, po. Se zonja Osmani din përveç kritikave, din edhe me tregu çka është dashme me bë, sepse nuk është bë ajo që u prit më bë nga lëvizja vetëvendosje dhe një farë lloj koalicioni që ka me Vjosa Osmanin tankohen, tashmë ajo nuk është. Unë mendoj që është mençuri e madhe që LDK-ja më orientu domethënë në këtë fushat drejt asaj se çka nuk ka bë në qeverisjen Kurti. Jo vetëm me kritiku, me kritiku, po më tepër me fol çka është dashur më bë dhe pse nuk u bë në fund të fundit, po ma mirë është me tregu nuk u bë kjo punë, me që një farë lloj kritike e butë, po mendoj, po jo kritike e ashpër, sepse në kritika të ashpër nuk fitohet edhe gjë, nuk më është me fitu shumë për kritika dhe gjana, se
ka rrezik që e shton elektoratin e VV-s nëse ka domethënë që si tema të cilat e kritikojnë atë si politik më shumë domosdoshmë si edhe zotin Kurti, pa do të më shpom gjithashtu probleme me diasporën, ose pas mlef ndaj diasporës, po me respektu diasporën, edhe diaspora tash mendoj që do përgjys. Nuk është moja diaspora që e ka përkra Kurtin 100%, pra edhe që ka diferencat e mëdha, dhe unë edhe që gati 50% e diasporës nuk I ka ma zoti Kurti me veti. Opozita mund fitoj dikon 20% për diasporës, ma shumë jo. Po, kjo pi vjen me këshyre suma sumarëm që tojnë ana juristat, pi vjen dikon 30% dhe më tonë të votave të diasporës mund t'i merë zoti Kurti, 20% tjera mund t'i merë dhe më tonë opozita. Pro që shtonë me ndaj që mund sillet diaspora për ka si shvota diasporës, po shofën pas se si do të shkoj këj proces. Megjithatë ende fushata s'ka fillu dhe jemi kurështar me ditë se si do të ndërtohet kjo fushat për kjo strategji e subjekteve politike opozit. Opozita dihet më çka thot, por edhe opozita dihet nuk ka shumë çka folet për këtë punë, mirë po të shohim a do të ketë tensione gjatë kësaj fushate. Në pres që me pas tensione realisht kam me pas tensione ma të shtume, kam me pas ndoshta edhe gjuhë të rrjetjes ma të madhe që do të në publik do të ketë pas gjuhë të rrjetjes ma të madhe ndaj njëra tjetrës opozit, por shohim se si do të jetë fundi. Unë po them që fundi nuk është bashkëmirë për lëvizjen vetëvendosje, nuk do të jetë ajo që ka në si rezultat, po tash të shohim edhe s'ka ka mujt sepse ka ende situata. Unë I përmenda që nëse veç humb Aleanca për Albaninë e Kosovës, nuk e ka lë pragun, atëherë ato vota kanë me shku dikon. Nuk ka puna të proporcioni, se këtu ka gabime që bëhen, se në rast se nuk kanë Aleanca, domethënë nuk e ka lë pragun, ato vota shpërndohen në mënyrë proporcionale listës, ata që hyjnë në kuvend, për mënyrë proporcionale. Jo dikush më pak, dikush më shumë, se ka shumë asnjë që nuk pedin edhe po flasin domon kot në televizion se ajo formulë është e njohur e KQZ-s se si shpërndohen votat, por unë po them çka nëse këta nuk e kalojnë provën fare dhe këto vota shkojnë direkt te VV-ja. Atëherë mund është me prit një rezultate VV-s pak më të madhe se sa që është, më tonë mbi 52-3%, do ndikon 3% mundet me konë rezultati diferenca, për 51% me morë dikon 53%. Pra, jem të fkull të kohë në mënyra opcionale. Pra, po shpresoj që po më kuptojnë edhe publiku dhe jo, po foli krejt në mënyra opcionale, ka mundet tjetë dhe që ka mund bëhat. Zote Burjani, dhe një pyetje të fundit, po gjithmonë flasim pra për rivalitetin, themi kështu mes partive opozitare dhe partisë që është deri tani në pushtet deri në rezultatet e reja të këtyre zgjedhjeve, por nëse të bëjmë një analizë të shkurt mes dy partive opozitare, LDK-s dhe PDK-s në këto zgjedhje, kush mund të dalë më mirë? Po, që tash është pak, dhe më thonë, mund të jetë rezultati pak ma ngushtë me disë këtyre dy subjekteve politike opozitare, dhe rezultati mund të jetë gati po të ujtë një gjashëm deri dikon. Pra unë po pres që atë që thashë, LDK mund të merë dikon 18%, PDK mund të shkoj deri 20%, pra nuk do të mundet ndoshta me përsërit rezultatin e fundit, ka pas duket 22%, por do të jetë gati rezultati i parafort midis PDK-s dhe LDK-s. Dhe po që se kalon provën Aleanca pa problem, atëherë të shohim se sa vota do t'i ketë do të të opozita komplet në këto zgjedhje dhe cilat do të jenë gjatat e opozitës që formoj vetë qeverinë dhe të bëjë institucionet e veta. Mirë, po prap problemi jo dini është e presidenti i shtetit. Edhe po që se e bëjnë koalicionin, problemi kryesor mbetet kush I bën 80 vota dhe më thonë në kuvend për të zgjedhur presidentin. Na kemi këtë problem. Unë tash më herë do të ishte kon shumë më pozitive që lëvizja vetëvendosje dhe LDK-ja, se ata e dëshirojnë LDK-n, me pas një marrëveshje paraprake, që në raste dhe më thonë pas zgjedhor, në rastet e tjera, dhe më thonë, kur vjen puna të zgjedha presidentit, me zgjedhë presidentin, dhe më thonë, me marrëveshje dhe dijet, mu ditë që tashti, jo mu ditë pas të koko, mundet edhe pas zgjedhja me bo një marrëveshje, mirë po, ma mirë dhe të ishte me ditë edhe qytetari, dhe unë po besoj që sikur se të kështë ditë qytetari, që ka marrëveshje, VV dhe LDK për zgjedhë presidentin pas zgjedhjeve, atër që me siguri si koalicion kështë me fitu shumë ma shumë. Dhe të kështë si koalicion në heshtje, jo si koalicion legal dëmoni,
por ne si koalicion vetëm me marrëveshje me shkrim, po jo dhe koalicion të përbashkësi, ka mujt domethënë me fitue rreth 65-70% e votave dhe nuk kishin pas me siguri të lashe me zgjedh presidentin fare. Po, pra ka pas dy rrugë, përveç marrëveshjeve, përkatësisht përveç koalicioneve që janë legale, që bëhen bazuar në ligjin për zgjedhjet, ka mujt me pas edhe marrëveshje paraprapje midis LDV-s dhe LDK-s për të pasur domethënë mosdiçje pas zgjedhjeve me zgjedh presidentin. Pra, ka përket edhe një herë rezultatit të opozitës, unë besoj që opozita nuk do të dallohet shumë njëna prej tjetrës, nuk do të ketë diferenca në vota, përqindja do të jetë e përafërt. Tash unë e thash diçka më herët, domon pres që LDK-ja dikon 18% nuk shkon më shumë. PDK mund të jetë 20%, kjo i bën që prapë PDK do të jetë partia më e madhe opozitare. Mirë, po shohim që po vendos elektorati. Pra, halos të kemi pas fushatën, për shohim edhe ta shohim edhe fushata si po ndërtohet. Domthon çka kanë me thonë ata në fushatë, çka po thuhet në atë fushatë, çka kanë me bë, edhe pastaj shohim edhe se çfarë do të ndodhë më tutje. Zotër Burjani, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe analizën tuaj. Ju përshëndes. Ju përshëndes edhe ne. Faleminderit. Tani ndrojmë temë të informacionit, do të flasim për diçka